Në një treg të vjetër, në zemër të një qyteti që ndërtonte kullat moderne mbi rrënjët e veta të lashta, një grua e moshuar shiste mish në një cep të vogël prej druri. Qëndronte çdo ditë aty, me shallin mbi kokë dhe me duar që dridheshin pak, por që ende i mbanin peshën e thikës dhe të kujtimeve. Mishi që shiste nuk ishte i zakonshëm, ajo e përgatiste vetëm me përkujdesje sipas mënyrave tradicionale, krip në masën e duhur, ruajtje në temperaturën e saktë, tharje me erza që i kishte trashëguar nga nëna e saj. Klientët e saj të vjetër e dinin këtë. Vinin nga larg për pak mish me shije që i kthente në fëmijëri. Një ditë, një iri me kostum modern, që sapo kishte hapur një dyqan fast foodi aty pranë, kaloi dhe e dëgjoi një grua të moshuar duke u lavdëruar për produktet e saj. Me një buzëqeshje ironike dhe zë të ngritur, tha: "S'më duket ndonjë gjë e madhe." Të moshuarit gjithmonë mendojnë se gjithçka që është e vjetër është më e mirë. Nuk jemi më në vitet 70. Tregu heshti për një moment. Disa njerëz u kthyen me shikime të pakëndshme. Gruaja ngriti syt nga mishin që po e mbështillte dhe tha, me një zë të butë, por të qëndrueshëm: "Biri im, nuk kam nevojë të jem si të rinj. Allahu më ka dhuruar vite dhe përmes tyre, më dha shije të kaltra e të nxira, kujtime që gatuen më ngadalë, por shërbejnë për gjithë jetën. Ti do të arrish tek to, nëse nuk harxhon gjithçka duke i përçmuar." Djali u hutua. Nuk e priste një përgjigje të tillë. E vërteta nuk e goditi nga inati i saj, por nga qetësia dhe dinjiteti i saj. Ai e pa me sy të tjerë. Filloi të ndjente një ndjesi të çuditshme, ndoshta turpin që e sjell një zgjim të mirë. Ai eci ngadalë drejt saj dhe i tha: "Ndoshta më tregon ndonjë recetë të gjellës së nënës. Unë nuk kam më nën." Ajo buzëqeshi butë dhe i shtriu paketën me mish. "Eja të premten, bëjmë drek për xhuma. I thërasim të gjitha ata që kanë harruar të ndalen dhe të dëgjojnë." Të premten ai erdhi. Jo vetëm ai, por edhe shumë të tjerë. Në shtëpinë e saj, në oborin e vogël me diell, një drek e përzemërt bashkoi mosha dhe zemra. Mësimi. Mos e nënvlerëso një plagë që shet në heshtje, sepse në zërin e saj ndoshta flet një jetë e tërë. Respekti për të moshuarit nuk është vetëm edukat, është dije që e shet të ardhmen në sytë e atyre që kanë kaluar përmes saj.